A kemi ndonjë shans që prokurori në provat që kemi deri tani të bëjë ndonjë rekurs për në gjykatën e lartë? Sipas procedurës penale, prokurori ka të drejtën e tij të ushtrojë rekurs, po kjo quhet e drejtë në aspektin e vullnetit të tij për të bërë diçka të tillë. Në praktika jonë gjyqësore dhe gjithmonë se si punon prokuroria, në rast se prokuroria e shkallës parë ka kërkuar deklarimin fajtor të personit dhe prokurori normalisht në seancë mund të ketë kërkuar lënien në fuqi të vendimit të shkallës parë, në pikpamje gjithmonë e praktikës, prokurori është i detyruar në fund fare, duke shqyrtuar të gjitha ato çështjet, të bëjë rekurs ndaj një vendimi të cilin ai mendon se është i padrejtë, për shkak se ai në shkallë të dytë mund të kërkuar lënien në fuqi të vendimit të shkallës parë. Avokat, caktimi i gjyqit vetëm 3 ditë para zgjedhjeve, a ishte koincidencë apo ishte ndonjë mesazh ndaj këngëtarit, duke parë që vitet e shkuara ai është përfshirë në zgjedhje në mbështetje ndaj një kandidati? Unë jam i bindur që gjykata shqiptare funksionojnë gjithmonë në porosin politike dhe jam i bindur që gjykatat tona janë pjesërisht të tilla për shkak të një reforme e cila ka krijuar edhe gjyqtarët noterë, por edhe gjyqtarët, po edhe prokurorët të cilët duan t'i nënshtrojnë kushtetutës. Nuk do ta marr në aspektin politik, por nga aspekti juridik dua të them që këto raste duhet të shqyrtohen shpejt sepse prishja e provave ose mosdhënia e drejtësisë në një procedim penal është shkelje e padrejtë e jetës së një individi, kemi parasysh këtë presumim, por gjithashtu duhet të kemi parasysh se fushata zgjedhore do të kishte një ndikim në rast se do të kishte zoti Luiz Helli një deklaratë publike. Deri në këtë moment që ai nuk ka bërë një deklaratë publike ndaj një kandidati, nuk e shikoj të jetë politike. Në rast se ai pas kësaj vendimarrje del edhe shkon te një kandidat dhe jep mbështetjen e tij, normalisht mua do të më vijë dyshimi i parë që kjo vendimarrje mund të dyshohet të jetë e inskenuar. Por ashtu që mos të them gjëra të cilat të vinë në kundërshtim me veten time, prandaj them, të jemi të rezervuar, prezumimi i pafajësisë, si të jetë partia, si mos të jetë partia, si të jetë një kandidat ose mos të jetë një kandidat, duhet ta kemi të shenjtë. Unë nuk futem në lojën që një person del një vendimarrje 3 ditë para zgjedhjeve që të jetë o do thoya në një linjë të një kandidati, sepse kjo është një lojë që e bën individ të cilët duan të përdorin drejtësinë atëherë kur i favorizon dhe duan ta keq përdorin drejtësinë atëherë kur i disfavorizon. Prandaj për mendimin tim që ta konkludoj, nuk ka të bëjë me një rast të tillë, se në rast se do të kishim një rast të tillë, mendoj se personi mund të kishte dhënë një mesazh politik para zgjedhjeve. Por edhe sikur të jetë kështu, personi e ka pozicionuar veten e tij në aspektin politik në zgjedhjet e 2023-shit dhe prandaj nuk ka pse të dyshoj a ka qenë në përdorim drejtësia në këtë fakt apo jo. Unë mendoj secili mund të ketë bindjen e vet dhe mendimin e tij pa paragjykuar procesin penal, sepse të jap një rast tjetër. Edhe sikur të jetë inskenuar politikisht, përsëri prokuroria brenda 45 ditë nga vendimi kur do t'i njohet prokurorisë për shkak të këtij vendimi pafajësie, do jetë ajo e cila do shkojë në gjykatën e lartë të ankimojë një vendim të padrejtë për gjykatën e apelit të cilën e ka bërë të pafajshëm zoti Helli. Prandaj, nga aspekti juridik, ky proces dhe në rast se ankimohet bëhet rekurs në gjykatën e lartë nga prokuroria, normalisht betejë ndaj dy personave do të jetë në gjykatën e lartë. Pra, është e kotë për mendimin tim në rast se do ta përfshim këtë në aspektin politik. Pse? Sepse personi do të ketë përsëri në të ardhmen të larshëm me drejtësi në rast se prokurori do të bëjë rekurs në gjykatën e lartë. Avokat, vendimi më përparshëm ishte që Luizi dënoi me 1 vit burg. Ndërkohë, vendimi i apelit është që
shkarkohet nga gjitha akuzat? Po patjetër është i shkarkuar në të gjitha akuzat. Prokuroria nuk ka provuar sipas gjykatës që personat të jenë përfshirë në një veprimtari të tillë dhe normalisht nuk kanë konsumuar si në formën e bashkëpunimit ashtu edhe veç e veç të 4 elementë të figurës së veprës penale për secilën vepër penale, që do të thotë as subjekti nuk kanë gjetur dhe as anën objektive që të arrihet në konkluzionin që personi duhet të ketë kryer veprën penale. Që do të thotë prokuroria dhe gjykata e shkallës parë nuk e di se ku kanë qenë në anën e ligjit, por mendojnë se kanë qenë në anën e statistikave, që do të thotë gjykata e shkallës parë nuk ka bërë diçka tjetër që e ne kemi diskutuar që të jepte edhe aplikimin e nenit 59 për pezullimin e vendimit në rast se do të kishim një vendim fajësie në apel, pra do të thotë gjykata e shkallës parë ka qenë e ashpër në një kohë kur dihet që këto veprat penale, të cilat nuk kanë sjellë ndonjë pasojë të rëndë, duhet të kenë patjetër edhe atë që ne themi humanitetin e gjyqësorit, i cili të mos jetë kaq shumë i ashpër kur normalisht në shkallë të parë nuk është se mbaron gjithçka dhe prandaj është filtri i dytë që është gjykata e apelit që rishikon vendimin e shkallës parë në rast se është marrë me abuzim të ligjit. Avokat, a mund themi që, ose a ka dyshime që akuzat e ngritur ndaj Luizellit në kulmin e famës së tij ishte ndoshta një kurth që të i ultej reputacioni? Dua të sjell në vëmendjen tuaj dhe tek qytetarët që njerëz të cilët janë në një pozitë publike gjithmonë vijnë disa sulme të cilat janë të papritur dhe janë sulme të cilët bëhen nga disa individ për të sjellë pasoja të rënda në imazhin e një personi publik. Unë dua të them jo se të gjithë njerëzit jemi shenjtor, sigurisht që ka edhe njerëz të cilët mund të kenë bërë diçka, po për shkak të famës së tij, të shkak të rivalitetit të tij në një show mediatik, për shkak të konkurrencës së tij në aspektin më të gjerë në fushën e tij profesionale, normalisht mund të kemi edhe një fakt të tillë që dikush mund të ketë inskenuar një rast të tillë kundër një personi, si për Luizellin, ashtu edhe për persona të tjerë, sepse duan disa njerëz të marrin peng disa të tjerë dhe normalisht kjo nuk i shërben as pak të drejtësisë, por kjo i shërben interesave të caktuara të cilat dëmtojnë normalisht personin në fjalë kur është një person publik, por unë dua të them që qytetarët në tërësi të çdo akuze që bëhet publike, por edhe në rastin e gjykimit të një vendimi në shkallë të parë ose të një mase sigurie arrest në burg, nuk duhet të marrim të mirëqenë që personi është i dënuar dhe ka mbaruar gjithçka. Gjithmonë në çdo proces gjyqësor duhet kemi prezumimin e pafajësisë në procesin penal, sidomos që një vendim i gjykatës së formës prerë atëre personin e bën të fajshëm dhe jo për shkak se ka nisur një hetim apo një procedim penal në mas sigurie ndaj tij.